Mbretëria e Bashkuar do të ndërtojë deri në 12 nëntece të reja sulmuese, sipas një njoftimi të kryeministrisë, ndërsa qeveria zbulon rishikimin e saj të madh të mbrojtjes të hënën. Rishikimi pritet të rekomandojë që forcat e armatosura britanike të kalojnë në gatishmëri për luftë për të penguar kërcënimet në rritje me të cilat përballet Mbretëria e Bashkuar. Kryeministri Keir Starmer pritet gjithashtu të konfirmojë se Mbretëria e Bashkuar do të shpenzojë 15 miliard pound, rreth 18 miliard euro për programin e saj të kokave bërthamore. Sir Keir do të thotë se së bashku me nëntecet me armë bërthamore të Mbretërisë së Bashkuar, anijet e reja do ta mbajnë Britaninë dhe NATO-n të sigurta për dekada. Duke folur për programin të date të BBC Radio 4 përpara publikimit të tij, Keir Starmer tha se rreziku që paraqet Rusia nuk mund të injorohet tashmë dhe mënyra më e mirë për të penguar konfliktin është përgatitja për të. Qeveria sa ka qërzotuar të rrisë shpenzimet e mbrojtjes së Mbretërisë së Bashkuar nga 2.3% në 2.5% të ardhurave kombëtare deri në vitin 2027, një veprim ky i mirëpritur nga partitë opozitare mes një konsensusi në rritje për shtimin e shpenzimeve ushtarake. Por periudha para publikimit të rishikimit është dominuar nga një debat politik se kur shpenzimet e Mbretërisë së Bashkuar duhet të arrijnë pikën e ardhshme prej 3%, e kërkuar kjo edhe nga Donald Trump. Në kuadër të NATO-s, qeveria thot se ka një ambicie për të arritur objektivin deri në vitin 2034 më së voni, pas zgjedhjeve të ardhshme të përgjithshme, por konservatorët thonë se ky veprim i cili do të rriste shpenzimet me rreth 20 miliard pound në vit, duhet të përmbushet deri në fund të dekadës.